Bashkëshortja e Mirit Radea Shahini gjatë një interviste ka komentuar rrugtimin e bashkëshortit të saj në Big Brother VIP Albania. Ajo është ndalur te raportet dhe debatet që ka Miri me banorët e tjerë të shtëpisë, teksa ka folur edhe për Selin. Unë shoh që Miri dhe Selin do vazhdojnë edhe shumë gjatë, por do vi një moment kur duhet të ndahen të dy. Më mirë më shpejt se më vonë, secili duhet të luajë lojën e vet. Është më i kufizuar në atë lojë, më mirë secili të luajë lojën e vet. Në fund, dalin të dy në finale. Për mua fitues është Miri. Të fortë janë Kristi, Brikena, Selin, u shpreh ajo. Teksa u pyet se çfarë do i thoshte ajo Mirit nëse do i bënte një surprizë në Big Brother VIP, ajo u përgjigj. Do i thoja që jam shumë krenare për të dhe unë çuditem si përballon situatat dhe ku i gjen turimin. E dua shumë, fokusohu te loja jote dhe mos harro çfarë të kam thënë para se të hysh. Ti nuk e ardhur për pjesëmarrje, por ke ardhur për të fituar. Do kisha qejf të takoja Baby G. Ajo është një nga banorët që nuk ka hyrë aty për të sulmuar Mirin. Ndërsa sa i përket Selin, ka thënë, është kënaqësi të takoj një herë dhe gjithë të mirat, nuk ka diçka të veçantë që do i thoja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.